Liris e ka bërë të gjitha partitë e tjera. Pra, ka 13 vite që lufton opozita, qoftë për investime strategjike, qoftë për paketet maleve, qoftë shtratin dhe qoftë luftën për zgjedhjet e ka bërë Partia Demokratike, e ka bërë opozita në tërësi dhe ne nuk mundet tani të mohojmë rolin 13 vjeçar dhe dalin tani dhe të marrin stafetën e shpëtimit kombëtar. Njerëz të tjerë shumë mirë që protestojnë dhe shumë mirë që bashkuan edhe asaj atij shtrati që kishte hedhur opozita këto 13 vite, sepse unë dhe avokati jemi ata që këto 10 vite paktën kemi folur në studio ato që kërkojnë këta sot të protest, por ne nuk na mbështesin atëre, na qonin të shitur, të bler, Berishan, ku dëgjon në natyrës që s'ka lidhje fare, se ne jemi avokat fundit, dhe tashmë tani marrin flamurin, shumë mirë që e marrin, unë nuk jam kundër kësaj, por nuk duhet të mohojmë dhe ta zvoglojmë, minimizojmë po deshët ju rolin e opozitës këto 13 vite. Sepse, thash dhe një tjetër, sot nëse do beti protest e madhe nesër pas nesër dhe ti kërkon një qeveri teknike dhe të bëhet ndryshimin, ti ta bësh ndryshimin me Partinë Demokratike, Partinë Socialiste, Partinë Mundësia, apo të tjerë që kanë votat në atë parlament me Partinë e Lirisë e kështu me radhë. Kështu që nuk mundet ne tani të radikalizojmë edhe mendimin po deshët ju, që dhe të themi që ikni ju se do vim ne. Absolutisht jo, në demokraci e kam thënë dhe vazhdoj të them. Të gjithë do shkojnë dhe vota. Nëse do të vazhdojmë sistemin demokratik, nëse do të bëjmë revolucione dhe të kthehemi në komunizëm tjetër gjë. Po flas që dhe qeveri teknike dhe ndryshimet nesër në kuvend, nëse do ketë nevojë për ligjin për kodin zgjedhor e kështu me radhë, që të japësh një kod ndryshe zgjedhor, të përfaqësohet gjithë qytetarët shqiptar ti përsëri, që të vëshën zgjedhjet e ardhshme, do kalosh nëpërmjet votave të Partisë Demokratike, Partisë së Lirisë apo Partisë Socialiste dhe kështu me radhë. Kështu që unë do të jem racional në gjykimin tim për sa i përket protestës dhe mos të bëhemi të kalojmë ca gjëra që bien në kundërshtim me koherencën tonë, sepse ne këtu kemi qenë dhe kemi folur. Shumë mirë që ne na jam bashkuar, sepse është ajo shpreha që thot Schopenhaueri, në fillim të shajnë, të urrejnë, pastaj heshin, pastaj të bashkohen. Por ne kemi qenë zëra që kemi folur këtu për ligjet personale që janë bërë, për ligjet për korporatat, për shumë ligje që kanë synuar interesat e qytetarëve. Por ne kemi marrë vetëm anat e mine dhe për çmimet, nga grupet saktora, nga patronazhiste e kështu me radhë. Kështu që shumë mirë që qytetarët u kthjelluan, u bindën, u zgjuatën a gjumi e kështu me radhë. Por tu jemi përsëri tek pjesa që kjo gjë do zgjidhet me anë të parlamentit, me anë të zotit Berisha, me anë të zotit Rama, me anë të Zoti Berisha, deri pak momentin më parë që ishte në daljen publike në mos gaboj, artikuloi apo e mbështeti dhe atë kërkesën që vjen shpeshherë nga protestuesit për një lloj qeverie teknike, por që eksponentët nuk janë as pak politik. Jo, të them ne diçka. Ti iki njëri, unë nuk jam, mua këto parullat të Rama në burg, Berisha në burg, ai do varur, ky do therrur, mua nuk më pëlqejnë fare, Alba. Ta them me sinqeritet sepse unë jam avokat dhe unë nuk duam dëshkim. Unë dua që çdo njeri të gjykohet, të hetohet dhe të gjykohet. Nuk e di pse nuk është dakord në këtë moment, Çaça, nuk e di po bën ca reagime. Unë po mbroj një individ që ka qenë presidenti i Republikës, njeriu 34-5 vite të jetës publike shqiptare, që i cili po është në kushtet e një padrejësie që po bëhet sot dhe po ri 20 muaj sot në paraburgim pa u dënuar, pa marrë një vendim të shkallës parë. Kështu që unë më të merrojnë parullat, ai në burg, ky duhet varur, ky duhet ashtu e ky duhet kështu. Absolutisht jo. Këto janë parrulla, thash edhe një herë, që mund mendoj kemi lënë pas në 45-ën, ku beshin ato gjyqjet politike, ky do varur, ky duhet dënuar e kështu me radhë. Prandaj që duhet jemi racional, sepse jetojmë në një vend, mendoj unë, të lirë tashmë dhe nuk jemi në vitet 90. Se atë në 90-ën nuk u hodhën këto parrulla, ku shqiptarët vinin nga një regjim barbar dhe vinin nga mohimi total i të drejtave dhe lirive themelore të njeriu dhe këto parrulla nuk u hodhën. Kështu që u mendoj të jemi racional, padyshim kërkesat duhet të jenë politike, sepse nëse kërkesat mua nuk më pëlqen edhe një tjetër. Kërkesat duhet të jenë të sakta dhe politike, sepse ti po i drejtohesh politikës aty. Dhe nëse ti i drejtohesh politikës, kërkesat duhet të kesh politike. Çfarë turpi ka, thua po. Duam qeveri teknike. Duam zgjedhje parakoshme. Duam të ndryshohet kodi zgjedhor, duhet të ulet të hiqet ky ligj me qeveri teknike. Sakrani, që ta bëjmë formë bashkëbisedimi se mos e zarojmë gjithkohët në një përgjigje. Shumë e thjeshtë. Po në lidhje me këtë protestë, që mbase deri diku edhe qëndrimet e Sakranit janë të qëndësishme,
Çfarë mund të shuaj Çaça këtë protest? Një analistë të thjeshtë dhe të ftohtë që mund të bëhet. Çiko, me thënë të drejtën, si e shoh unë, ata që duan ta shuajnë realisht të protestën, unë shikoj dy parti të mëdha. Madje shikoj artikulimin, mënyrën se si me analiza, me propaganda, për mendimin tim të dy palëve, madje edhe nëse doni, edhe këta partitë e vogla të reja. Pra bën çështë mundur që të kenë pikërisht domenin, drejtimin e saj, kur në fakt kjo protestë pikërisht ka sukses sepse ka këtë lloj organizimi. Nuk ka një drejtim politik në mënyrë absolute, por ama ka një drejtim, nëse mund ta quajmë logjistik, pra se do duhet domosdoshmërisht, duhet një foni, duhet organizimi në rrjetet sociale etj. Po politik nuk ka. Pavarësisht se tentojnë disa herë shumë personazhe të marrin, po themi, atë autorsinë apo pronësinë e protestës, por në fakt nuk e kanë arritur. Nuk e kanë arritur. Unë mendoj që pikërisht suksesi është këtu. Për të kthyer pak miku tim Cakani. Absolutisht është vërtet që në këto 13 vite ata që kanë mbajtur barrën, po themi, të protestave për ta mbajtur gjallë reagimin qytetar ndaj kësaj qeverie dhe të gjitha të zezave që ka bërë kjo qeveri, është opozita, është Partia Demokratike. Kjo është e padiskutueshme. Me logo, pa logo, nuk po hym kësaj pjese. Nëse doni, madje edhe imprimis edhe vetë zoti Berisha. Problemi është që pavarësisht nga kjo, Partia Demokratike je ka arritur që të nxjerrë në shesh antarë simpatizantët e Partisë Demokratike, por nuk ja ka arritur të bashkojë qytetarët e thjeshtë, të pavendosur, të pakënaqurit. Ata janë sot në pjacë, ata janë sot në shesh. Pra nuk ka arritur që të jetë zëdhënës së tyre. Dhe prandaj është mblefi, më shumë se sa urrejtë, unë shikoj një mblef. Pra ka një mblef për këtë klasë politike që nuk ka arritur që të jetë zëdhënëse problematikave e hallëve shqetësimeve të tyre. Ky është thelbi. Dhe nëse nuk e kuptojmë këtë, nuk kemi arritur asgjë. E para kjo. E dyta që është rëndësishme është kjo që si do që të vazhdojë kjo protestë, ka nevojë domosdoshmërisht për të artikuluar kërkesa politike. Sepse fillimisht filloi për Zvërnecin, por nuk ka lidhje më me Zvërnecin. Kjo është një protestë që e ka mbyllur, po themi, pjesën e Zvërnecit. Aty ka një hetim nga SPAK, do shikohet origjina e pronës, do ecet me projektin nëse realisht janë kushtet dhe kriteret për të zbatuar këtë projekt. Pjesa tjetër tashmë është që kemi të bëjmë me një protestë anti-establishment, kundër kësaj klase politike. Dhe thash, gjëja e parë që duhet të bëhet dhe që kërkohet artikullime shumë i thjeshtë, nuk është kërkon dorëheqjen e këtij kryeministri dhe kësaj qeverie. Pastaj do shikohet në cilat skenare shkojmë tani. Ne pami deklaratë për media Çaça ditën e sotme që ishte i prerë dhe në mënyrën se si u artikulua zoti Rama me gjitha qëndrimet që mbajti ashtu tepër kur foli për protestën. Shohim diasporën që vjen sot dhe bëhet pjesë e kësaj proteste. Prandaj të pyeta çfarë mund ta shuajë këtë protestë, cilat mund të jenë përmasat që mund të marrin kur kemi një element shumë të rëndësishëm. Përveç diasporës që po vjen, përveç pikave kufitare që ditën e sotme të paktën rrjetet sociale kanë marrë një vëmendje të shtuar për shkak të hyrjes së tyre në Shqipëri, duket se në mënyrë indirekte po vinë dhe qytetarët të Kosovës. E shpesh herë mendohet se mund të jenë dhe aktivistë vetëvendosjes. Çfarë pritet të ndodhë, cili mund të jetë skenari më i afërt i mundshëm?